Instituti për mbrojtjen e monumenteve. Shqyqa, tash jetu vizitu. Instituti për mbrojtjen e monumenteve është fajtor pse ne jemi sot këtu. Sepse nuk është duke kryer punën e vet, sepse nuk është duke shqyrtu kërkesën edhe projektin e komunës së Prishtinës me profesionalizëm, por është duke bërë politikë. Ne nuk jemi për me bërë politikë, ne jemi të realizu këtë shesh për interes qytetarët Prishtinës. Si jemi arë me bërë politikë tu dhe kërkojmë prej institucioneve kompetente që mos bëjmë politikë me projekte. Njëjtë ne bëjmë edhe na si inspektorat dhe urojmë pse për institutit të thanë edhe jashtë orarit me punu që me kry punën e vetë. Kjo komune e ka dërgu një kërkesë dhe obliguam bashkë inspektorat dhe komune me prit kërkesën për plotësim të dokumentacionit bazë që ka ndërzuar në IKMM dhe ne mu tërhek mrapan komuna mu tërhek sepse kemi nisë mi kalu këtu në personale dhe kjo është për keqardhë dhe në opinion. Po ka nisë me shku në jashtë edhe privat, o miku jam. Po ju se ju bethoni se ju bethoni se po shumë qytetarë me sjelljen e kryetarit dhe drejtuesve rreth kryetarit në qasë se ti jetë e bë kështu, ti jetë e bën presionin kështu, kjo është tejkalim të autoritetit zyrtar sepse ju garantoj sot publikisht në shesh që asnjëherë në asnjë moment kush prej nivelit qendror politik nuk thirrës nga. Po jo më obliguam me zbatu kur shkojnë. Nëse unë bëj tejkalim, kam thonë media, po them prap, jam përgjegjësi sepse kam bërë tejkalimin nëse është bëj njëjti. Por jo në këtë çështje sepse nuk kam marrë këtë personalisht me ushtuj as me kryetarin, as me kryetarin, as me drejtarin. Cila është posa që kemi shiftuar sot? Për gjithçka i njoftojmë, jo njoftojmë me kohë sepse nuk i marr gjitha veprimet në shesh. Perimetri zoti Hakaj sot në Bunive. Sipas hartave që ju keni. Sipas hartave që kemi, jemi të njoftuar që janë te kalim të autorizimeve. Dhe na për gjithçka tjetër ju njoftojmë. Çadra e natë është përgjigjse për përcjelljen e këtyre dhe ne i konstatojmë. Pyetja tjetër duhet me qenë në bazë çfarë hartave? Bazë çfarë hartave edhe ajo ato harta të aprovuara, ajo ligjore, a ka bazë? Për gjithçka. Jo, vetëm për pyetjes. Jo, për gjithçka po të përgjigjesh aty. Sepse ju po drejtoni. Është e keni edhe vendimin që është përmendni edhe inspektori më herët që ka çuar një vendim veçantë ish ministri i kulturës zonja Vlora Domushi. Këtë diskutuam. Po, e diskutuam po. Çfarë mos i bëjë dhe jashtë këta. Dhe keni vendim ligjor. Nëse ju dëni me inspektorin ligjor, për mua është bazë, për mua bazë, nëse më shkeni vendimet e po ja. Po nëse s'është bazë, dhe ne kundërshton, unë po them që unë i obliguona, unë njeh si vendim ligjor dhe obliguam me respektum. Edhe Komuna e Prishtinës, edhe ju se inspektorat duhet me kërku prej institucionit kompetent që me kryej punën e vet. Dhe problemi se na jemi këtu është Instituti për mbrojtjen e monumenteve. Ata duhet me kryej punën e vet. Mirë ta bësh në takimin zyrtare, kam kërkuar edhe herë publikisht me kërkoj prej tyre. Sepse me të drejtë të thotë në kryetari. Për shkak të kësaj ti momenti që jemi bashkë edhe me mediat e krejt qytetarë që të na përcjell, kërkoj prej tyre në mënyrë urgjente me përshpejtu edhe me këshyrat lartë dhe me dhënë prioritet lartë.